Pak ditë pasi deputeti i Partisë Socialiste, Tauland Balla, ngriti dyshime publike mbi pasuritë e kryetarit të Partisë Mundësia, Agron Sheaj, ky i fundit ka reaguar përmes një video mesazhi të publikuar nga një prej pronave të tij në Itali. Në video, Sheaj i shpjegon mënyrën se si, sipas tij, ka arritur të blej dhe më pas të shes vilat në Itali, duke theksuar se gjithë pasuria e tij është krijuar nga aktivitetet në biznes dhe puna e ndershme, pa përfituar nga fondet publike apo lidhjet me politikën. Po bëj atë që s'ka bërë asnjë politikan tjetër në gjithë historinë e Shqipërisë. Transparent totale në lidhje me pronat e mia. Këtë pronë Itali e kam bler në 2019 2.900.000 euro. Në 2020 kam marrë një leje ndërtimi për ndërtuar një vilë prej 500 metër katror pothuajse. Kam investuar 4 milion euro në rindërtimin. Këtu janë deklaratat e pasurisë ku janë të gjitha të deklaruara dhe në 2025 e kam shitur 15 milion euro. Tani po ju tregoj pronën tjetër që tregoi Tauland Balla. Transparencë totale. Tani Taulanti do shmëndet fare. Këtë vilë e ka nder 10 milion euro, shme e madhe, kuptohet. Do ta investoj dhe mund ta shes edhe 25. Po e shita mirë, po se shita dhe ta mbaj për vete. Unë nuk kam nevojë të fsheh asgjë, sepse parat i kam bërë me punë të ndershme, kurse ata kanë mbjedhur popullin më të varfër në Europë. Në reagimin e tij, Sheaj i drejton gjithashtu një thirrje kryeministrit Edi Rama, duke i kërkuar të tregojë të njëjtin standard transparence për pasurinë e tij. Ai thotë se vila në Surrel e kryeministrit Edi Rama, për të cilën pretendon se është ndërtuar me një kosto prej 400 milion euro, sipas Sheajit nuk përputhet me deklarimet publike, duke kërkuar sqarime mbi burimin e financimit. Unë i sfidoj, dilni dhe bëni të njëjtën gjë. Dil Edi Rama dhe tregoj shqiptarëve si e ndërtove një vilë prej 1.000 metër katror, 4 godina me 400.000 euro. Cili ishte ndërtuesi që të bëri këtë çmim? 400.000 euro nuk dalin as për arkitektin, dhe këtë e dinë gjithë. Jo më të ndërtosh vilën. Po dhe ato 400.000 euro ku i gjete? Dil, bëj transparencë. Kjo është ajo që duhet të bëj një politikan, të bëj transparencë me qytetarët shqiptar. T'ju shpjegoj atyre. Në përfundim, Sheaj akuzon qeverinë dhe përfaqësues të Partisë Socialiste se janë pasuruar gjatë ushtrimit të pushtetit në kurrizë të qytetarëve shqiptar. Ai thekson se transparenca mbi pasuritë duhet të jetë e njëjtë për çdo politikan.